Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics dhe Natura Therapy. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Sot kam kënaqësinë të kem ftuar një doktor i cili ndihmon në kthimin e lëvizshmërisë dhe largimin e dhimbjeve të shumë persona, që është kirurg ortoped Dr. Dion Musliu. Doktor, mirë se erdhët në Glowcast. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Doktor, me qenë se është hera e parë që e kemi ftuar një ortoped, a mundesh me na tregu më gjërësisht se me çka merret ortopedia si lëmi? Po, ortopedia është një lëmi specialistike e cila merret në përgjithësi me shëndetin e sistemit muskuloskeletor, do të thotë me shëndetin e primarisht të kockës, por edhe të nyjeve, muskulaturës e kështu me radhë. Tek kockat i kemi pra përfshim ekstremitetin e sipër, dorën, këmbën edhe shpinën, përkatësisht vertebrat ose unazat. Cilat janë deformimet ose problemet strukturore më të shpeshta që i hasni ju në punën e juaj të përditshme, dhe a dallon trajtimi nëse një njëjti problem ndodh fëmisë dhe të rriturve? Fillimisht pra këto i kemi defektet ose deformitetet strukturore të cilat i shohim tek gjitha moshat mund të paraqiten. Normalisht që kur e kemi një defekt të tillë tek fëmijët, kujdesi duhet me qenë më i madh për shkak se duhet që ta adresojmë sa më mirë edhe sa më herët, ashtu që kur ai fëmijë të rritet të mos ketë probleme. Fatkeqësisht një pjesë e madhe e këtyre problemeve edhe tash ne mirëmi me pacientë të cilët pra për shkak se nuk janë trajtuar në të kaluarën kur kanë qenë fëmijë, atëherë duhet të mirëmi me ato probleme, dhe fatkeqësisht kjo bën që shpesh zgjidhja e problemit të jetë shumë e vështirë. Në grupin e deformiteteve, pra nëse fillojmë prej fëmijëve, fillojmë me rregullimet zhvillimore të kërdhokullës, ajo që thojna në popull i kanë lidhë ngusht, edhe shpesh pra fatmirësisht tash ka ndrru, është përmirësu mjaft shumë kjo, po megjithatë pra është një problem të cilin e shohim edhe sot. Edhe tash për shembull një fëmijë që po themi e kanë lidhë ngusht para 30 vitesh, tash i ka bo 30 vjet, është i rritur, dhe kur e shohim pra tash paraqitet me probleme në lëvizje, me dhimbje të kërdhokullës e kështu me radhë. Dhe mandej kjo e paraqet pra një problem për shkak se shpesh duhet të bëjmë një protezë, intervenim kirurgjik të një pacient që është 30 vjeçar. Normalisht është diçka që nuk e dëm pacientin, nuk e dojmë as temir, por është zgjidhja e vetme për ta thënë. Në anën tjetër i kemi deformitetet që i hasim tek të rriturit, për shembull artrozat e nyjeve, që kemi artrozën e gjurit, të kërdhokullës ose kukave, po ashtu edhe të krahut ose mund të qenë edhe të nyjeve të tjera. Çka ndodh në nivel anatomik ose pse vjen deri te shfaqja e spondilozës dhe kalcifikimit të unazave? Kur kemi pra tek rastet e spondilozës dhe rastet e kalcifikimit të unazave, pra kemi një sëmundje degenerative, një problem i vazhdueshëm i cili ka fillu shumë më herët, mirë po ka ardhur deri tek pika në të cilin pacienti prezanton tek ne. Në aspektin anatomik, pra kemi një humbje të lartësisë të diskut, kemi një rënje të lartësisë vertebrave dhe potencialisht mund me pas edhe një lloj rrëshqitje të unazave. Sa më shumë që disku ose jastëku që e njohim popull ngushtohet, unazat vinë në kontakt njëra me tjetrën, kemi deformim të shtyllës kurrizore për shkak të kësaj rrëshqitjes dhe mandej ka marrë deri tek dhimbja. Prandaj krejt këto ndryshime që po ndodhin në anatomi, në strukturën e unazave, padyshim se kanë me ndërlidh me një klinik të pacientit, pra me dhimbje, me kufizim të lëvizjes ose me mpirje, edhe mandej kjo ka me paraqit pra probleme për pacientin që e shtyn pacientin me ardh tek ne. Qysh ndikon diskopatia në stabilitetin e komplet shtyllës kurrizore? Shpesh diskopatit pra kanë me shkaktu dhimbje dhe mpirje, edhe për shkak të kësaj atëherë pacienti zakonisht ka me tentu me marrë një posturë e cila i ndihmon, pra një qëndrim që i ndihmon atij. Shpesh vjen pacienti për shembull thotë nuk po më përkul, nuk po më nejt shtrit dhe po më konvenon veç kjo ose ajo pozitë. Me kalimin e kohës, për shkak se fatkeqësisht pacientët tonë nuk paraqiten qysh në fillim tek mjeku, po e shtyn gjithmonë se e provojnë, thotë më ka thonë një këjshi, më ka thonë një mjek tjetër, më ka thonë dikush ose i ka bo hajër dikujt, edhe zakonisht po kur vinë me një fazë më të avancume. Për shkak se ata e kanë lënë problemin një kohë më të gjatë me u zhvillu si problem, atëherë kjo bën që
të kemi deformim të shtyllës kurrizore dhe ma tepër për shkak të posturës së detyrueshme që e ka marrë, që mandej na i vështirëson neve problemin edhe ma tepër. Sa që kom shku në ortoped ose në urolog, për personalisht si paciente, fjalit e para kanë qenë je shumë e re dhe se ki peshën me pas këto dy probleme. Qysh ndikojnë pesha dhe mosha, me pas probleme me unaza dhe me pas probleme me nerva. Po kjo është një prej probleme bile na shpesh kur i thojnë pacientit ki peshë, jo bre se nuk kam qaq shumë. Pesha ndikon shumë, jo veç në shtyllën kurrizore, ka më ndiku edhe në të gjitha nyjet tjera. Edhe shtylla kurrizore, do më thonë, është pjesë e cila e shpërndan peshën e trupit për në ekstremitetet e poshtme. Kështu që zakonisht pesha ka me shkaktu mjaft problem në kuptimin që ngarkohet se cila nyje. Edhe nyjet e vogla të cilat janë ato fascetet, i themi ne, në nivel të nyjeve të shtyllës kurrizore, të unazave. Problemi është që sa më shumë peshë, sa më pak aktivitet fizik, ka me bo që problemi me u avancu vazhdimisht. Dhe mungesa aktivitetit të mirëfillt fizik, shtimi i peshës të një pacient që është në moshë të re, atër ka me bo që degenerimi me ardhë në kohë shumë a herët. Për shembull, ka shumë dallim nëse kena një degenerim të shtyllës kurrizore të një pacient që është 35-40 vjeçar me ato që është 55-60 vjeçar. Për shkak se menaxhimi ka me qenë shumë ma ndryshe, plus që problemet që kanë ardhur për shkak se një pacient që ka 35 vjet, po na vjen ose 40 vazhdimisht, po na paraqitet problemi shumë herët, atëherë edhe masat cilat ne duhet mundemi me i ndërmarr, na u limitohen. Për shkak se kjo ka me qenë në drejtim të asaj që mandej kena me pas shumë probleme zgjidh edhe me e bo një trajtim adekuat. E shpesh kjo bën që pacienti mos me qenë aq i lumtur edhe mandej me u sill te një mjek për me marrë një mendim tjetër. A mundet me u dëmtu shtylla kurrizore e foshnjës gjatë lindjes normale? Zakonisht mas shpeshtis që mundet me u dëmtu është klavikula, për shkak se shpesh e ngushtojnë, gjatë aktit lindjes ngushtohen kretë edhe tërhiqen, po ashtu mundet me u lëndu pleksusi brachial, që është ajo fijet nervore që dalin prej qafës. Shtylla kurrizore dhe kocka tjera është shumë vështirë me u dëmtu, për shkak se tek foshnja kena kockëzimin nuk ka përfundu, pra kocka që në ma të buta, fëmija është ma elastik, atëherë edhe është shumë probleme pas një lëndim të shtyllës kurrizore. Por pleksusi brachial për shkak të tërheqjes, pra traksioni bën që me pas lëndim të nervave, dhe kjo është pra një problem që është i rrallë për me gjithat e paraqitet. Çka është stenoza spinale dhe cilat janë shenjat e para paralajmëruese që tregojnë që ka filluar me pas probleme me boshtin kurrizor? Stenoza spinale është një problem kur pacienti për shkak të rrëshqitjes së diskut, për shkak të rrëshqitjes të atij jastëkut që i themi, në mes të dy unazave ne kemi një jastëk, një disk intervertebral. Me rrëshqitjen e këtij diskut që mund të marrë për shkak të ngarkesës së madhe fizike, pra bartjes peshave trana, pozitave të ndryshme të detyruara, mungesës të aktivitetit të mirëfillt, kemi rrëshqitje të diskut. Menjëherë, pjesa kur është se disku ka me kalu ka kanali spinal, ka vi nervat që vinë prej trurit në medullën spinale dhe lëshohen poshtë për me nervu durët edhe komt. Momentin që kena stenoz, pra kena blokim të këtij kanalit spinal, atëherë pacienti fillimisht në fazat hershme ka me prezentu me thonë po kam mpirje të gishtave, maja të gishtave, gjigja, buba, po mdoket që po mecin bubreca, po mdoket sikur po më shkon si rrym, deri tek rastet kur pacienti ka vështirësi me ecë, pra nuk mundet me ecë për një kohë gjatë, ka nevojë që ndoshta 30 metra me ecë, zot më ulë me pushu për shkak të dhimbjes edhe mpirjes. Pacientët që paraqiten tek ne zakonisht ndikon në mes, as nuk paraqiten krejt fillim, por as në këtë fazën e fundit kur e kanë problem ecjen. I kom provu krejt që ato gjigja, mpirje, therrje, gishta e kombe krejt. A ka ndonjë mundësi me u parandalu kështu? Po, që e thama herët, humbja e peshës, edhe mirëmbajtja e trupit. Kom qenë deri në moshën 25 vjet, 49 kg. Maksimumi mas paraqitjes tash i matës prej 52 kom kalu në 62. Do të thonë momentalisht kjo është pesa maksimale, nuk ka pas për shembull lidhje me peshën, kur gjë. A kom bo diçka gabim unë këtë jetë, për marrë vetën në shembull, mos marrë pacientat e tjerë, që kom ujtun me parandalu që çëndje. Pozita e detyruar.
për shembull, një person që punon në bank, një person që punon në arsim, një programer, do të thotë ata kanë një pozitë që përsërisin të kohën. Po e marrim shembullin fillimisht me dur. Një person që rrin të kohën në pozitë të detyruar, ka qafën poshtë, zakonisht na krejt e lajna monitorin pak më poshtë dhe jena në një pozitë të tillë. Edhe kjo do të thonë paraqet problem për shkak se kena shkurtim të muskujve. Në momentin që na kena shkurtim të muskujve të thellë të qafës, atëherë ata kanë me bë tërheqje në unaza për shkak të shkurtimit. Që kjo tërheqje ka me bë që me shkaktu probleme në vendin ku dalin fijet nervore, edhe mandej kanë me ngacmu që ato fije nervore. Për shkak se tash impulsi nuk po shkon në tërun normalisht që duhet me shku, atëherë kjo bën që na me perceptu që ato sikur gjigja, sikur buba, varsisht qysh e prezanton. Prandaj, edhe nëse na e përmendim peshën për shkak se është një sen me rëndësimit, po prap kena pacient që janë në kufit normal të peshës, për që i kanë këto probleme. Kjo ndodh për shkak të çasaj që thamë, pozita e detyrume edhe mungesa aktivitetit të mirëfillt fizik. Shumica prej nesh nuk bëjmë not, nuk bëjmë aktivitet të mirëfillt fizik, kur shkojna në fitness, me njerë marrëm torë me thonë që po dojna me qu pesha, po dojna me bo masë muskulore, po në fakt e harrojna faktin që fillimisht do të mi zgjat muskujt, e mandej me i forcu. Që një muskull i cili është pra i zgjatur me aftushëm, e mandej është forcua, i ka me pas edhe kapacitet me e bajt qatë aktivitet. Mandej ndryshimi i pozitës, pauzat në mes të për shembull gjatë orarit punës është mirë që në çdo 15 minuta me u qun kam, me u bo zgjatje të qafës, të durve, ose të këmbëve varsisht pra çka është problemi. Mandej i kena te grupi i pacientëve prap ata që rrinë shumë gjatë ullë, ose shoferat që vëzisin për shembull gjatë të kohës, kanë probleme për shkak se kur jena në kerr, që jena në karrik, trupi është pak i përkulun, edhe kjo bën që me pas prap njëjtë. Pozita e detyrume, shkurtimi i muskulaturës, tërheqje e madhe në unaza deri tek paraqitja e simptomeve. Për përdori prapë rastin tam, për mi u bu thirrje kredatën e që në zonë ose studenta, se ona që tjetën kom najtë shumë me kryin libër, kom shku dhe në toalet me libër dhe kom hangër bukë dhe gjithë shka kom pas kryt që shtos, që do të me pas kujdes pozita kër janë të bu detyra ose të ledzu, se njeri e harran, mas 2-3 minutave, harran dhe nuk e dja i ke pa që janë do pajisje që au qesin fëmive për me najtë drejt, a funksionojnë për një me që të pajisje? Po ndërgjit në mas pormi qatë pjesë në porë, zakonisht po nisemi prej studentave. Si studenta, si do mos na që në mjekësi, bi kalojna 5-6 ditë të në kohën veç me libra në biblioteke dhe ullë. Momentin që na rrina shumë gjatë ullë, muskujt hamstrings, që në pjesën e pasme të kofshës, ata kanë me u shkurtu. Shkurtimi i tëne, për shkak të nxitjes anatomike të tëne, ka me bo presion në unaza dhe mandej për shkak të shkurtimit muskulaturës, ka me bo edhe presion në unaza dhe rrjedhimisht ka mu paraqit simptomat. Sa i përket këtune korseteve, përmbajtjen e trupit drejt, çfarë do po thojna rrypa, varsisht ka gjithçka që i shohim në treg, e shohim që prap shef dikush një reklama, ku ka e mira, e ka frikën për shembull fëmija po mbrim pak i mbledhun, pja maj qita, mirë po të gjitha këto, të i përshie edhe qaforët që i vendosin për qafën, e dëmtojnë muskulaturën për shkak se e demeljavin. Na nuk kena nevoj për korseta, trupin nuk është i kryum që me majtë korset, ose rrypa, ose qaforë, ose diçka të ngjashme. Na dohet me bo aktivitet të mirëfillt fizik. Nëse na bojnë aktivitet, po themi noti, është aktiviteti më i miri prej gjitha aktiviteteve për shkak se i përfshin gjithë muskulaturën. Gjatë notit kemi zgjatje dhe kemi forcim të muskulaturës, ushtrime me rezistencë të lehtë, sepse uji bën një rezistencë të lehtë. Atëherë me forcim të muskulaturës na kena me u drejtu, kena me nejt mirë. Mirë po asesi nuk i rekomandoj që sidomos te fëmijët me majt korseta të tillë për me drejtu trupin për shkak se në fakt ai ka me majt trupin drejt për qatë kosa e ka korsetin të nut, ka mu dok mirë po në momentin që i këtë korseti, muskujt tash janë mësu me diska që i për të rjek. Edhe në momentin që i këtë korseti, gjendja bote edhe ma keq, për shkak se muskujt janë lodhë dhe ma tepër, pro janë demeljavë në qatë kuptimi. A e rrit osteoporoza rrezikun për fraktura? Po, osteoporoza është një smundje e cila tash gjithmonë më tepër diagnostikohet ma shumë për shkak të teknikave që i kemi, njohurive si profesionist shëndetësor, edhe është një problematikë mjaft e madhe, sidomos te femrat pas moshës menopauzës, po normalisht që paraqitet edhe tek meshkujt mosha
ma të shtyna. Çdo pacient që ka jo vetëm osteoporozë, por edhe osteopeni, pra që është një nivel më pak se osteoporoza, është i rrezikuar për fraktura të fragilitetit, i quajmë ne, për shkak se dënësia e kockës është shumë e dobët, është e zvogluar. Edhe rrjedhimisht një rrëzim i vogël të një pacient me osteoporotik ose me osteopeni ka me shkaktu frakturë. Mas shpesh të ndodhin madje për shembull tek vertebrat, tek unazat, fraktura ndodh është ecën kam, ose është prej shtratit dënnuçu, edhe veç kur thot mdhim të shumë shpina, kërsiti diçka ose nuk e nin, ose veç thot për njerë, po mdhem shpina, s'po moj edhe ullet prap. Në raste kur për shembull kena rrëzime ose shpesh ndodh fraktura ndodh hala pa u rrëzu, edhe që kjo është arsyeja pse po rrëzohet pacienti, për shkak se ka ndodh fraktura, pacienti bie në tokë, mandej pacient familjar do referojnë u rrëzu, edhe tha në fakt thyerja ka ndodhur ose fraktura ka ndodhur gjatë qëndrimit në kom për shkak të osteoporozës, domethënë për shkak të rrallimit të kockës. A preferohet fizioterapia? Gëzojnë me shku këta persona në fizioterapia, ndoshta ndodh ndonjë problem? Nuk është normalisht që kjo është pacient specifike, mirë po si rregull e përgjithshme nuk është e ndaluar fizioterapia, nuk është e ndaluar ecja, madje ne e stimulojmë që të ketë aktivitet fizik, për shkak se aktiviteti fizik bën që me u zhvillu metabolizmi i kockës, ashtu që me u forcu pak a shumë. Plus i shtojna gjithmonë suplementet, kalciumin, vitaminën D, të cilat ndihmojnë në forcimin, në raste të caktuara do të më thonë edhe ibandronate, janë ato barna që mirën një herë në muaj, edhe zakonisht i përshkruajnë reumatolog, po edhe ne si ortoped, që ndihmojnë domethënë metabolizmin kockor. Çka është hernia diskale, se kështu si term besoj që e njohin krejt Kosova dhe krejt njerëzit, po si për gjithçka tjetër të na flitet me legjenda dhe me mite kështu për gjithçka. Çka duhet me ditë pacientat për herninë diskale? Hernia diskale është një gjendje e cila paraqet rrëshqitjen e diskut, do të thotë kur disku rrëshqet, mundet me qenë në disa faza. Fillimisht disku e hup elasticitetin e vet për shkak të shumë arsyeve që mundet me qenë, prej mungesës do të thotë të aktivitetit me shfelt, pesha, pozita e detyruar, mosha, pra edhe krejt këto bojnë që me hup elasticitetin. Me rënjen e elasticitetit, vertebrat kanë me bo presion edhe e shtyn diskun ka kanali spinal. Në raste të caktuara, disku mundet me qenë ashta vetëm, ne i themi bulging, mandej është protruzion, do me thonë është vetëm një shtresë e vogël që ka kalu, kurse kur bëhet hernizim, pra kur bëhet hernia është rrëshqitja e plotë e diskut, e cili bën edhe kompresion në kanalin spinal dhe në ato fije nervore që po dalin prej do më thonë prej kanalit spinal, përkatësisht prej medullës spinale dhe prej foraminave vertebrale. Kur rrëshqet komplet disku, atëherë do më thonë ka me bo presioni ka me dhonë pirjen, edhe dhimbjen, edhe kufizimin në lëvizje. Pacienti do të me ditë se do të më paraqitet te mjeku parë nëse mundet para se me ndodhë hernia, ai nuk e din se është ndodhë hernia, pa e din që po ka simptoma, po ka pirje, pi del gjumi natën, se pi pihen durt, nuk po mundet me ecë shumë gjatë, se pi pihen kam, ose pi shkon një farë mpimje prej shpinës mrapa ka koma, do më thonë i ka gjithmonë do sheja para prake, para se marrë deri te hernia. Nëse veç vjen deri te hernia, atëherë është shumë probleme në agjimi, atëherë edhe terapia fizikale është me pikpyetje, për shkak se mundet me bo dëm edhe ma shumë, edhe vije në diskutim ndërhyrja kirurgjike. Kur është ai momenti që duhet me ndërhyjë në mënyrë kirurgjike? Kur fillimisht pacienti na tregon që ka shumë dhimbje, ka shumë pirje, ju ka vështirësu jeta, edhe e dyta, kur e shohim në rezonancë magnetike që është të bu kompresion, edhe e shohim që nëse që ato e lajna kanë mu dëmtu që ato fije nervore. A mundet me u përmirësu vetvetio pa intervenime ose pa terapi? Nëse është hernizim, është jashtëzakonisht vështirë me u përmirësu. Kur është në nivele para hernis, pra sikur protruzion, nuk është që disku ka mu kthy mrena, nuk është që ka me u rregullu MRI-ja që kur të bëjnë një MRI tjetër mas 5 muajve ka me dalë ma mirë, po me terapi fizikale ka me u përmirësu simptomatologjia. Kur kena veç rrëshqitje të plotë të diskut, atëherë është shumë problem që edhe me terapi fizikale me u përmirësu simptomatologjia. E përmendëm disa herë që pozita është shumë e rëndësishme dhe sot texting është ose
komunikimi me anë të shkruarit është një fenomen që ndodh 24 orë ose edhe nëse s'janë të shkrujt, janë në telefon të këshyr TikTok ose të pa rrjete sociale. Edhe tash ka dalë që fenomeni textneck, qafa që dham për shkak të pozitës që janë në telefon. Po sa gjatë realisht do të menajt një person në telefon që me fillu problemet? Po, kjo textneck është një problem që po besoj shumë shpejt edhe ka me qenë mire e stabilizuar edhe si diagnozë, pra si smundje për shkak se shpesh shohim për shembull të pacientët e moshave të reja vinë me ankesat në pirje, dhimbje të qafës, probleme gjëm për shkak të dhimbjeve të qafës e tjera dhe kur e shohim një rentgen, një radiografi të thjeshtë, shohim që ajo sa një parë që e shohim është një humbje lërdozës fiziologjike. Do të thotë qafa nuk e ka lërdozën e vet atë lakesën, por është bëhet drejt. So du të menejt për më paraqitë, prap ka mu varë prej pacientave, sepse një pacient që rrin në telefon shumë, por që në anën tjetër bën ushtrime, bën zgjatje, bën forcim të muskulaturës, ai nuk ka me pas të lashe. Një pacient tjetër i cili po themi punon në punë në kompjuter, edhe të ditën rrin në punë në kompjuter me qafën pozitë detyrume, kthehet në shtëpi dhe prapë veç e vazhdon scrollin, atëherë taj normalisht si ka me u paraqit ma herët. Këtu mandej lidhet edhe sa ka pas aktivitet fizik ma herët në të kaluamën, për shembull dikush që ka pas aktivitete ma shumë, ka me pas mundësi që me shty ma shumë deri tek paraqitja e simptomave. Mirë po si dukuri është dukuri shumë shqetësuese, për shkak se tash në fillim, për shkak se është smundje ose problematikë që paraqitet e pacientat në moshë ma të re, ose cili person i ri thot, hajtë se po pushoj, hajtë se merr një brufen, i kalon, hajtë se s'ka dert. Problemi është që ka me ndodhë mas 10, 15, 20 vjetëve me këta persona. Atëherë ka me qenë problematika e vërtet, sepse duhet ndoshta me bo operimin e qafë, duhet me bo terapi shumë, ndoshta nuk ka me u zgjidh problemi për shkak se të problemi që vinë me diskun, me hernit, me protruzion, me ngushtim kanalit spinal, shpesh edhe mas operimit prap një 20-30% e pacientave prap kanë me thonë që mirë janë, po nuk janë bash mirë, prap kam pak mpirje, prap po kam pak dhimbje, do të thonë nuk janë qaq të kënaqur me trajtimin. Është ajo shpreha si jam si përpara. Se munohen më bukë shutri. Sot është shumë në modë gjimi edhe ushtrimet ose fitnessi. Edhe njerëz shkojnë me trajnare, pa trajnare. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i keni vrejtë që po bojnë njerëzit në ushtrimet me pesha? Piga e parë është ata që fillojnë me njëherë, fillojnë direkt me pesha që janë shumë trana, por shkak se thonë, po më isha me qu. Edhe me njerë kanë qef se do të me kuptu një sen, është shumë e rëndësishme. Noti, gjimi, ciklizmi, nuk duhet me qenë pjesë, po shkaj se po du me bërë një trup mish për verës, po shkaj se po du me hub 10 kila për 2 muaj. Do të me kuptu që këto janë aktivitetet që na do të me shti pjesë e lifestyle-it e stilit tonë të jetës. Do të thotë është diçka sikur që shkon në punë, edhe kemi punu 8 orë, 9 orë, 10 orë, sa dhe që punan, do të me kuptu që aktiviteti fizik, fitnessi do të me qenë pjesë e përditshmërisë. Jo vetëm shkoj edhe me thonë po shkoj, po bëj pak edhe e shef, po bëj kurzu, se s'po mëj me bu muskulaturë, s'po mëj me hupes, po kam sukses. Tash, një pjesë njerëz dhe thonë, për shembull kam probleme shpinën edhe po shkoj me bëu ushtrime. Nuk konsultohen me një ortoped, edhe hin direkt, edhe tash për shembull shpesh hapin edhe bojnë deadlift. Një deadlift ka me laku shtyllën kurrizore, ai nashta e ka një problem me shpinën, e ka një herni, një protruzion, i cili kur e kapti peshën me pozit lakume, do më thonë jetu e ngarku edhe ma tepër, do më thonë nuk është me përketsu. Mandej një pjesë e njerëzve thonë, okej, po tentoj për shembull po bëj zgjatje, se kanë thonë se po bëj zgjatje. Edhe shkon direkt tenton mu zgjat mi prek majat e gisave, të e bu një lakesë shumë të madhe shtyllës kurrizore, e ajo tani ka me përketsu edhe ma tepër për shkak se rrezikon se kur të lakuhet shtylla më disku me rshit. Mandej i kena ushtrimet sikur Russian twists, me usil, edhe ajo do të thotë mundet me pas një problem muskular, mundet me pas një problem të diskut, se cila prej këtyne do me thonë mundet me përketsu, prapë është pacient specifike, jo të gjithë e kam problemin e njëjtë, dikush e ka problemin për shembull themi me disk, dikush e ka problemin me njën sakroiliakale, simptomat ai thot, po mdhem shpina, po mdhem qëtu poshtë, ose thot, o kam mdhem kuka, po në fakt problemi është të njën sakroiliakale, atëherë do të thot, mundet me shkaktu dëm shumë atë madh
nëse nuk është i edukum që shdohet për me bo ato, a do të me bo fitness, a dosh me dit a kinej problem ose çka dohesh me bo, definitivisht se do, sepse shpesh kemi pacientat cilit vinë me simptomat më të ndryshme. Me shpinë, me bryl, me ato, me këto. Nuk e di a e ke vrejt, trajnera tash çdo dy person bëhet trajner dhe shumica e tyre nuk e kanë fakultetin e edukimit fizik, po janë të trajnuar për rrjeteve sociale. Edhe përshtypja personale është se këta persona bojnë shumë ma shumë dëm se sa që i ndihmojnë klientave të vet, për faktin se fokusi tëne komplet është me avu klientin një foto para pas. E që shëtëse këtë dhe nuk është hiç esenca e fitnessit, me bu six pack, esenca shëndetit tjera që në krejt side effects që mirë se arshin kur do që vinë, po unë e menej që ata që përketësojnë edhe me sa kom vrejton janë dietat ekstrema, edhe dyta është me kalu shumë shpejt që kanë pesha trona. Ndoshta ja ban qatë ditë, për shembull unë kom ushtru shumë mati, po s'kom shku në pesha trona, kom kalu që kom bo dhe leg press me 100 kg, po ka qenë mas 100 viteve që kom shku në fitness. Dhe kur kom qenë për shembull unë e përmeni gjithmonë një fjalim, ka thonë mjeku shtro pa tjetër, po ngoje trupin tënë. Edhe në moment që ti e shaj që kjo s'është mirë për ty, ai trajneri nuk është të motivu nëse të thënë you can do it, bane. Se unë e di kur është dhimbje e ushtrimeve dhe kur është dhimbje normale, po shumica e njerëzve që stinë me dallu, edhe përshtypja ime është që një pjesë shumë të madhe të fajit e kanë trajnerat personal se i shtyjnë me bo nështa ushtrime që nuk janë hiç për çat person, edhe i kanë ushtrimet e njëjta për secilin njeri. Pikërisht, është një problem është që na si popull kena qef me arritë rezultati shumë shpejt, s'kena nerva me kuptu faktin që do të me shku. Kemi raste që kemi operu për shembull rupturë të tendinës bicepsit, për shkak, pikërisht do më thonë për shkak të peshave. Shkon çdo ditë, nuk pushon. Muskujt, do më thonë në momentin, nëse i bojnë analizat, i shohim për shembull tek pacient ndryshëm, shohim që disa parametra laboratorik që është LDH-ja ose CK-ja të pacientat që bojnë fitness dalin shumë vlerat nalta, që na tregon që muskuli është të vujt, është krejt në rregull, se pedina që ka shumë fitness edhe thojna që nuk është patologjike. Problemi është që ti tash po bën fitness, po bën pesha, po shkakton degradim të muskulit qaq shumë, nuk po ushqehesh çysh duhet, nuk po pushon çysh duhet, je verës edhe shkon si më thonë bën fitness, del natën, pin alkool, pin duhan, edhe kthehesh në shtëpi, flen pak edhe të nesër bën prap fitness. Ajo është të shkatruese për sistemin muskuloskeletor, për krejt sistemin, po sidomos për sistemin muskuloskeletor që po flasim tash. Edhe kjo bën që mandej me ardh deri tek ruptura e muskujve, ruptura e tendinave, problematikat e vazhdueshme, mandej ata për shkak se ata s'kan pas durim në fillim, se kanë dashur me rri aty, nuk kanë durim as me prit trajtimin. Shpesh kena pacientë që kanë tendinite ose ruptura parciale të tendinës së supraspinatit, që është një muskull shumë i rëndësishëm për me bo abduksionin, me ngrit krahun. Vinë edhe mandej thonë, çka unë me bo? Po janë disa forma të trajtimit. Po tash s'po moj ose shkojmë bojmë fizioterapi, janë nisa u ktheva në fitness, edhe prapo kam thënë, kur u ktheve në fitness, qysh u ktheve në fitness. Kom shku në fitness para dita dhe në fizioterapi mas dita, ama s'kish ma mirë se bani po të kalej kjo dhimbje. Po. Nësë po du mi degeneru popullatën, po du mi kalzu që unë e kom bo gabim, kështu që më sta bojnë edhe ata se edhe unë e kom bojnë. Shumë problematike se s'kena nerva, dojna shumë shpejt, dhe rezultatin e dojna me njëherë. E rezultati sidomos në sistemin muskuloskeletor nuk më rrijet. Është interesant për shembull kur kena një rupturë po thojna të ligamentit kryqëzor të gjurit, muskulatura bjen shumë shpejt. Edhe pacienti nëse s'bën ushtrime para operimit, për 5-6 javë vren dallimin me sy te masa e quadricepsit. E kur kena me forcu masën, mandej që ajo shkon shumë kadale. Do të thotë është ekstremisht vështirë me mri barazin. Studimin tem të doktoratës, e kena pa që dallimit e pacientëve që i kena operu, sidomos të ata që nuk kanë bo ushtrime para se me bo intervenimin, do më thonë, dikun kanë shku edhe një vit pas ndërhyrjes kirurgjike, kanë pas dikun 1 centimetër dallim në diametrin, përkatësisht në perimetrin e muskulaturës muskulit quadriceps, që është dallim shumë i madh. Sa herë në javë është e shëndetshme me ushtru? Është mirë se secili me mujt me bo aktivitet me rrëfesh fizik, 3 herë në javë, kam 1 orë, të paktën. Okej, sa kështë qenë optimal, ja? 5 herë në javë, kam 1 orë. Okej.
Sa është e rëndësishme pozita e gjumit dhe dyshekun cilin flan personi për me rujt shëndetin e boshtit kryesor? Është shumë e rëndësishme. Gjumi është shumë i rëndësishëm për komplet qysh funksionojnë na, sidomos për sistemin muskuloskeletor. Prandaj gjithmonë është mirë që dysheku fillimisht është mirë me pas një dyshek të forcisë mesatare, i cili ofron mbështetje të plotë shtyllës kurrizore. Shtylla kurrizore është e lakuar. Nëse kena një dyshek që është ekstremisht i butë, na kena me pesha jon, pra qendra e gravitetit të trupit, ka me shty poshtë dyshekun, edhe mandej na kena me marrë një pozitë sikur uaj, ke pa kur bina me na ikse që në meniseshte ata topat e vegjël, na ulemi në ta dhe mandej bom dëqës, e kena shumë probleme me ngrit, edhe ajo do me thone gjatë natës, kur e bënti për një kohë gjatë të njerën me qa dyshek, atëherë normalisht që ka me pas devijim të shtyllës kurrizore, sa ajo mësohet me qatë pozitë, do më dhone merë një postur, një qëndrim të gabum. Në anën tjetër i kena disa njerë që preferojnë prap një dyshek që është shumë i fort, edhe ai prap ka me shkaktu probleme për shkak se nuk ka me ofru mbështetjen adekuate. Ka punime shkencore shumë të mira që janë të publikume, të cilat të tregojnë rëndësinë do të thotë të forcisë së dyshekut. Do të thonë dyshekut do të me qenë forci mesatare që me i mirë përshtat lakesave të shtyllës kurrizore. Sa i përket pozitave gjumit janë disa pozita, çka nuk është mirë është, ose nashta për krejt pozitave që nuk preferohet, është me flejt në bark, do me thonë kur mbështetemi me bark me fytyr poshtë ka jastaku, se ke po ka njeri sojna pacientit shtrivi, so qysh mu shtrihet, sot i thonë shpin, a i shtrihet në bark. Do të thotë, i bjen që në bark me fytyr ka jastaku, prandaj për përmeni, do të thotë është pozita ma pak e preferume. Mandej i kena pozitat edhe në krahë dhe në shpinë, cilat janë aty, mirë po mas paku që preferohet është pozita me bark, me fytyr në jastak. Për shembull në flajme dy jastaka, se një kom për dorën, një kom për qafën, se më dham dora. Edhe lënë në shtet. Po dhe me majt dora, dhe këto edhe ata. Nëse dham dora, du të me po arsyem pse po dham dora, se nuk është mirë që nëse shkon për një kohë gjatë edhe po dham dora, mirë po shpesh sidomos të pacientat që në mas lëndimeve ose ata që kanë tendinite i thojna që me pas një jastek të dora për me mbështet, të pacientët që kanë artrozë për shembull, në fakt shpesh vinë pacient moshës më të vjetër dhe thonë doktor s'po muj me flejt pa e pas një jastek në mes të gojve, për shkak se kocka shumë në kontakt njëna me tjetrën, u harxhu ajo yndyra, kërca artikulare. Edhe mandej, kur e vendosin një jastek në mes, jasteku ka me i ofru një mbështetje dhe nuk e lën që të goditjen e prominencave kockore, kështu që nuk është ndonjë problem. Çka duhet me bo një pacient që po ka probleme me unazat, ka dhimbje të posaçme, po nuk është për operim? Çka me bo në qëtë periudhën në mes? Zakonisht në pacientave të tillë na i themi i japim terapi, fillimisht me menaxhu dhimbjen dhe inflamacionin, vitamina që ushqejnë edhe muskulaturën, edhe nyën, edhe diskun, por shpesh edhe magnez që diçka të ngjashme, gjithashtu edhe vitamina B që i ndihmojnë fijeve nervore për me ushqy më mirë, edhe do të me ndru aktivitetin, stilin e jetës. Nëse është person i moshës të mesme, mi thonë që çdo një orë mu që me bo zgjatje. Mandej nëse është gjendja ma keq, i thojna shkon në terapi fizikale. Në momentin e parë që qetësohet dhimbja, vazhdo me terapi. Asnjëherë nuk është mirë se shpesh pacientat thonë kam dhimbje, po shkojnë terapi fizikale, mandej terapia është edhe më e padurueshme për shkak të dhimbjes edhe veç për keqësohet. Prandaj fillimisht të qetësojnë dhimbjen edhe inflamacionin, e çojnë në terapi fizikale, edhe mandej çato ushtrime që mësojnë në terapi fizikale, atëherë ai do të më vazhdu vetë në shtëpi në orë të punës kështu me radhë. A lejohet me ushtru kickbox nëse ke probleme me unaza? Nëse ke probleme me unaza, është probleme me ushtru kickbox, mundet me u leju, mirë po duhet me ditë çka po bojna. Do të thonë edhe që të zezë kom bu. Jo, është shumë problem për shkak se varet çka bojna, sepse tash nëse thojna veç kickbox edhe me shku në jastek, po na me godit, është pak më ndryshe, po prap alina që ushtrimet e kickboxit janë sikur ushtrime intense, të cilat përfshin burpees, përfshin muskujt barkut, gjithçka tjetër, prandaj duhet me ditë çka po bojna dhe varësisht çka është. Një pacient që ka një hernizim, një protruzion, nëse bën muskujt barkut, vazhdimisht ka me bo lakesë
të shtyllës kurrizore. Ose për shembull ka me bo burpees, ka me ushtri për një herë, mundet me pas një lëndim, mundet me pas një dhimbje, që mandej mundet me çu te lëndimi i dytë. Unë e kom bo për veti këtë gjest edhe personalisht jam një shumë ma mirë, po gjithmonë e kom pas dyshimin mos qëm të bo ma keq, sa ka një herë të shumë i abzër, me më shoha sajna dhe më thonë mos po lëvizi diçka këto, po nështë asë kom qaq forcë me sa me lëviz. Nuk ka rëndësi forca, për shembull, për me shkaktu një dëm është problemit pozita edhe televizja përsëritën, për shkak se na e bojna një lëvizje se kena një problem, po thojna prap me ndonjërin prej tetivave, edhe përsëritëm qatë lëvizje të në kohën, atër kena me shkaktu inflamacion, kena me shkaktu ndezje. Prandaj, kickboxi ka me ndimu, që the të ka bo ma mira, i ka me ndimu, po varet prej shkallës, qyshie dhe çka i ka njerë na menojna që i na kes prej qafës, për shembull, po në fakt problemi është vetëm dhimbje, ne i themi miofascial, do të thonë kriju ato trigger points-at, sikur që me thonë rumbullaka që i nina në shpinë dhe i prekim, edhe mandej trigera, pra edhe nëse gjatë aktivitetit fizik të bën zgjatje, i trigeri lirohet edhe të ndihesh ma mirë. Prandaj po them që gjithçka është pacient specifike, për shkak se varet çka ki duhet me ditë fillimisht çka ki, për me ditë a ka më të ndihmu ose jo, ose a ka më të bo dëm ose jo. Kur preferohet mi marrë blokadët për qetësimin ose menaxhimin e dhimbjes? Blokada është një terapi shumë e mirë, e cila ju ndihmon shumë, sidomos pacientëve që janë në moshë ma të vjetër. Blokadat japim gjithka, japim në thembër, në gjuhë, në krah, në kuk, në shpinë, krejt e ndihmojnë. Tash, nëse ja nisim prej shpinës, një pacient që thotë po dalë po eci, mas 100 metra, po lodhna, po dëna më nalë, se nuk po mëj. E bojna një rezonancë magnetike, e shofim ku është niveli, ku po bën presion në kanal spinal, edhe në atë anë, ose në të dy anë të japim blokadën. Nëse japim në një, për shembull në gjuhë, në kërdhokull, zakonisht na tentojna që blokadën me dhonë tek pacientët në moshë ma të shtyme, 55-60 vjetë edhe më tutje. Nëse është një pacient i ri, duhet me mendu për shkak se blokada përmban kortikosteroid, e kortikosteroidi në afatgjat mundet me shkaktu dëm. Prandaj do të gjithmonë me ditë në cili nivel po e japim, edhe çfarë pacienti është edhe çka presim prej atij pacienti. Nëse është për shembull një inflamacion i bursës, një përshit, mundemi me dhënë aty edhe të një pacient i moshës ma të re, edhe ajo ka me ndihmu shumë. Pra është një terapi që ju ndihmon ekstremisht shumë pacientave. Qysh ka evolu kirurgjia e shtyllës kurrizore në vitet e fundit? A ka ndaj lehtësim ose ndaj metodë ma të re që pacientat me pas ma lehtë edhe periudha e rikuperimit mas këtyre operimeve është goxha e vështirë? Kjo është një ever changing, një kirurgji e cila është vazhdimisht duke ndryshu, mirë po për shkak të traumave të shumta, të frakturave, për shkak të stilit e jetesës që ka njerëzit, probleme, do më thonë mënyrës që shpunojnë, pra vazhdimisht është duke ndryshu kjo, edhe gjithmonë pra bëhen ndërhyrje kirurgjike të cilat mund të qenë prej largimit të thjeshtë të diskut deri tek ato ku përveç largimit bëhet edhe fiksimi. Janë ndërhyrje të cilat zakonisht i bën neurokirurgu ose ortopedat spinal, por që ju ndihmojnë relativisht shumë pacientave, po normalisht janë edhe ndërhyrje që kanë një rrezikshmëri mjaft të shtuar. A duhet me pas ndaj moshë caktuar për me bo këtë operim, a bëhet fisht e moshat e shima, a bëhet edhe të matë? Te fëmijët i bojnë operimet që bojnë në kuadër tyne, bojnë për shembull tek skoliozat për me ndrejt, me drejtu shtyllën kurrizore, fatkeqësisht na edhe më tej nuk janë duhet bo këto ndërhyrje. Kurse tek të rriturit më tepër konsistojnë domethënë për fiksimin e frakturave ose për fiksimin e shtyllës kurrizore, për shembull te spondylolisteza, te rastet kur ka rrëshqit shtylla kurrizore, duhet me u kthy, me u fiksu, ose te rastet të hernive ose stenozave spinale, domethënë bëhet fiksimi i shtyllës kurrizore.
Në cilat raste është mas miri me bo MRI, në cilat raste rekomandoni CT-n edhe kur me bo thjesht një rentgen ose fotografi më thjesht? Zakonisht rentgeni është seni i parë që na tregon, na informon mjaft shumë për në veçanti për shëndetin e kockës. CT-ja është një metodë më invazive për shkak se ka rrezatim, ka rrezë X dhe zakonisht ato lana kur dojna me pa strukturën kockore në detaje. Mas shpesh të CT-n e përdorim kur dojna me pa frakturat, sidomos frakturat që janë brenda nyjeve, frakturat intraartikulare, për shkak se ato duhet me u operu, atëherë duhet me bo një CT për me pa sakt strukturën kockore. Ose për shembull tek tumoret e ndryshme. Kurse tek MRI-ja, rezonanca magnetike pra na tregon zakonisht për rindet e buta, për ligamentet, për menisqet, për muskujt, kur kena një këputje të ligamentit, një inflamacion, një ndezje, ose një ruptur, për shembull të krahut, për themi të tendinës së supraspinatit, në gjuhë përdorim ekstremisht shumë rezonancën magnetike për shkak se na ndihmon për me pa patellën, kapakun e gjunit, na ndihmon me pa ligamentet kryqëzore nëse janë kput, menisqet nëse kemi rupturë ose shqymje të tyne, kërcën artikulare që aty ndyrën që i referohemi në popull, pra se cili është niveli i saj, e kështu me radhë. Po mandej thuaj se në secilën pjesë të trupit, një MRI na ndihmon shumë për me pa që ato struktura indet e buta, sepse zakonisht problemi nuk është tek kocka, por është tek indet e buta në qatë zonë. Qysh mundet me dallu një pacient që është laik në mjekësi, një dhimbje thjesht muskulit shpinës me dhimbje në onazave, në mënyrë që ai me najt gati sa më herët edhe me shkutin? Zakonisht një dhimbje e cila përfshihet domethënë nervi, do të thotë për shkak të shtypjes, për shkak të presionit, atëherë zakonisht ka me pas një rrezatim, një radhim të dhimbjes në pjesën e poshtme të anësisë. Nëse është problemi në qafë, ka me pas në dur, nëse është problemi në këmbë, në shpinë, pra në pjesën e poshtme, atëherë ka me pas në pirje të këmbëve. Kur është dhimbja muskulare, zakonisht është dhimbje e përqendruar në njëjtin vend, është ton kohën edhe përkeqësohet me një lëvizje të caktuar, domethënë me një përdredhje të trupit. Informatëm disa gabimet që i bojnë njerëzit gjatë ushqimeve fizike, po a ka ndonjë ushtrim që rekomandohet për me ruajtur shëndetin e shtyllës kurrizore përveç notit? Se për shembull unë për vete nuk shkoj në pishina. E kom parim për çështje higjienike, nuk guxoj me shku në pishinë. Se edhe unë kom pas shumë dëshirë dhe realisht nëse jam ndeti natë një man tepër shumë, po unë nuk shkoj në pishinë edhe duhet me përdor metoda tjera alternative. Po, atëherë domethënë tek këto raste duhet me janë ushtrimet për shembull ato seated rows, ku na ulemi, mbështetim kam përpara edhe tërheqim, domethënë kam na ndihmu për shpinë, po edhe për pjesën e përparme të trupit. Pastaj janë ato ushtrimet ku e kapim shtizën dhe ngrihim poshtë edhe qesim prapa qafës edhe ka me ndihmu në muskulaturën e komplet pjesës së sipërme. Vetëm të këto gjithmonë duhet me qenë me di që nuk duhet me u mbingarku, do të thot me shku në pesha ma trana, shumë mirë nëse përsërisim lëvizjen disa herë me pesha ma të vogla se sa me shku direkt edhe me ngarku. Mandej pozita për shembull qafës, që shemojna se na shpesh e shohim në për video të ndryshme janë të bëhu fitness dhe pozitën e qafës e kanë me një pozitë që nuk është anatomike. Gjithçka që nuk është anatomike dhe ti je të ushtruar me një pozitë jo anatomike, ka me bëhet që me pas problem pacienti. Dje postova një video të vetës në gym dhe masi postova thash kanë me mshajt se jam të e vrejt veten që nuk e ko majt pozitën mirë, po ka njëherë kur jam shumë e lodhën, si në qëtë rast që kom pauzu, unë e shoh që nuk është pozita ma e mirë, më ndëshme po e bëj peshën shumë të letë, thëm, veç peshty që ditë sa të vi prap në pikën që me bo ushtrimin mirë, unë e vrej veten që nuk është pozita mirë, për shembull qatë seated row, fikse kom bo dja dhe thom nuk jom të majt shpinën mirë. Po e bëj peshën shumë të letë që unë thjesht me lëviz jo me ngarku. Prandaj, ose dohet me gjetë pozitën adekuate, ose mundet me qenë një problem që ti po mendon që nuk jem pozitë adekuate, po në fakt e ki një problem me muskulaturën. Një sen tjetër që ka krejt e bojnë, unë nuk e di sa kom shku në fitness, shumë rollë kom po njerës që në kënë të bu zgjatje. Shumë rollë. Edhe tash ata hinë drejt, hinë në pesha, edhe peshat konsistojnë në shkurtim, për shkak se përdojna me bo masë muskulare. Edhe nuk bojnë zgjatje, ose ke pas një ditë shumë të lodhshme. Ka njerë kur jemi një ditë shumë të lodhshme, nuk dohesh me shku në fitness.
për shkak se muskujt tashmë janë të ngarkum. Ti mundesh me thonë vëlla s'kom bo sen, kom nejt veç në kam të nditën, ose kom nejt veç shtritën, ose kom nejt veç ullë, po në fakti që ke nejt veç ullë, të regon që muskujt e të tash e kam përjetu një shkurtim bajagi të madhë, se ke nejt ullë të nditën, ke nejt në kap të nditën. Prandaj duhet me shumë nëse e shumë i lodhën, nëse shko heq, se kime u lëndu gjithësysh, nëse ke nejt në pozitë të detyrume, fillo bën i zgjatit ose bën ma tepër zgjatje, tani fillo me pesha. Prandaj jo detyrimisht, që ajo që ti menon që nuk je në pozitë, nuk ndërlidhet veç me çato, po mundet me qenë që nuk je mirë, e ki një problem që po të shten ty me marrë një pozitë të caktuar. Shpesh ma nuk e dina hiç që kena një problem, po në fakt është një problem edhe ty të shten me nejt në pozitë të detyrume. Ecja është një aktivitet fizik që rekomandon pothuajse secili mjek për me rujt shëndetin e trupit. Po tash ka njerëz që ecin me kilometra ose edhe vrapojnë çdo ditë, 7 ditë javës, verë dimër. A ndikon që kjo me më harxhu kocka dhe me pas probleme me gjunjë? Që është problemi më i madh kur vjen një pacient ose pacientet e onë edhe thot doktor po më dha nguni. Edhe thëm çka bën? Thot boll shumë po eci. Ka dalë eci, ka 10 kilometra, po prapë më dha. Edhe thëmë, po nuk bën me ecë, të qysh po mu më kanë thonë krejt që dësh me ecë, bile kur nuk ecë, shamë thëshin. Është një problem shumë i madhë, për shkak se ecja ngarkon gjunin, sidomos, por edhe kukat, ngarkojnë shumë, sidomos të personat të cilët janë me peshë ma të madhe. Për shkak se komplet pesha e trupit bjen në gjëj, për shkak se është nyje që e bartë peshën. Nëse një pacient është të ecë shumë gjatë, edhe nuk ushqehet mirë në kuptimin, nuk merr kolagjen, nuk merr substanca që përforcojnë nyjen, nuk bën bicikletë. Këtë rast bicikleta është shumë e mirë për shkak se forcon masën e muskulit quadriceps. Del me ecë shumë, atëherë na kena me pas të kohën fërkim mes të kockave. Plus që te pacientët, sidomos ata që në moshë të shtyme, ata tashmë kanë dëmtime degenerative të meniskuseve. Meniset janë ato jastëkat e gjurit që rrisin amortizimin. Secili që është përmi 45, 50 vjetë s'ka me pas një shkallë të dëmtimit të kërcit. Tash tu ecë, ka fërkim ma shumë, bjen pesha në gjëj edhe normalisht që paraqitet dhimbja. Prandaj të këta pacient nuk e rekomandojna me ecë, po me bu bicikletë, ose s'latigën shpe, ose me dollë në natyrë. E përmande kolagjenin edhe më kujtu që pacienta në përgjithësi edhe në balancore dhe në rrjetet sociale dhe kudo e kanë një bindje që nuk do të me marrë ma shumë ma gjatë se sa 3 muaj. Edhe unë gjithmonë i thamë kjo nuk është një problem i momentit që e ke marrë antibiotikun 7 javë, 7 ditë ose e ke marrë 10 ditë edhe je shëru ka kalu infeksioni, është individuale, ka njëri që duhet me marrë në krejt vitin. Nëse veç e shë vetëm po do me bu pak ma shumë aktivitet ose shumë e kanë qëtë fiksimin, kur është fjala të suplementet nuk janë me 3 muaj se është problem afat gjatë. Po, fiks, edhe kjo është shumë interesant se është një farë edhe në qarqet tona, është një farë miti që du të me dhonë veç 3 muaj. Problemi është si na fillimisht të thojna merë 1 muaj ose 2, ose shpesh e shkrujna në për raporte 3 muaj. Edhe pacientë thotë që marr 3 muaj edhe për shkak që po shkruan këtu 3 muaj nuk e vazhdon më. Mandej shpesh na thojna, merr 1 muaj ose 2, kësyre çish po shkon, mandej ndalu. Ideja është që nëse unë jam ka të shkruaj kolagjen, po merr kolagjenin. Kolagjenët, sidomos ata që kanë përmbajtje shumë gram, po kushtojnë edhe në treg shumë, edhe mandej na po duhet me menu edhe për qitan të medaljes për pacient. Edhe i thonë, ti merre kolagjenin, ki mu bo pak ma mirë, po fillo bë bicikletë. Forcoj masën muskulare, se nëse forcon masën muskulare, atër pesha ka me bardë, do me thonë, quadricepsi e jo gjuni, edhe dhimbja ka me qenë ma mirë. Po pacienti s'ka bën, mirë që e merë kolagjenin, bicikletë nuk e bën heq, vjen mas i muja ke bu bicikletë, alla jo shumë pak, halo se ku marë që stash po kësyri. Mirë, po kjo që ashtu është shumë interesant, se është një farë lloj miti i kësaj, a me marë, sa gjatë me marë, mandej të pacienta që janë diabetik, shpesh këto din me rritë edhe nivelin e glukozës, sheqerin gjak, mandej do të pak me u kujdes edhe për këtë aspekt.
Kur ju rekomandojmë na banatora ose ju japim këshilla, ata neve na marrin që na veç dojna me shit. Për çdo arsye ka një herë duhet mu m'ka ndodh nëse kom dalë vetëm brendin me ndrru për shembull me thirr doktorin telefon, edhe me i thon doktor çka është mungesë pi jap, tjetër është se një çaj me një doktorin që ka thon po në rregull është jap ja, për sa ata dashta me dëgju pacientat edhe prej juve që kolagjeni nuk është fiks 3 muj, edhe që ajo që shkruan 3 muj në për raporte, zakonisht nuk kupton që ti ke me u kthy në kontroll mas 3 mujve, edhe mandej këshillosha me vazhdu as mos me vazhdu. Jo thjesht me nal vet pse jo m'bo 3 muj. Fiks, kjo problemin na ndodh krejtve se na thirrin pacientat kur janë në farmaci, për shkak se jo krejt farmaci gjën mirë të furnizuan me krejt ato produkte që secili prej ortopedave ose mjekëve tjerë mund të më përshkru. Problemi i parë është se sidomos tek suplementet kanë qaq shumë tash në treg, është tregu i tengo për me to, edhe ka emra të ndryshëm. Tash te shkruan për shembull një kolagjen, edhe kur e sheh pacienti ta ka qutu një kalcium, një vitamin D, një magnez, po më faza rëndësim, po nuk e ka hec ide, normalisht që nëse unë jam të dhon ty kolagjen se ti ke probleme nyje, po ti je të marr kalcium, ose magnez, ose vitamin D, ose diçka tjetër, nuk ka me pas hec efekt tek nyjet tua. As pak. Edhe normalisht që mandej që është aty li kalin, që kjo frika që merre qatë bari që ta kom shkrujt, për shkak se është ashtu se fatkeqësisht jo në krejt banatorët e ki farmacistin aty, edhe jo në krejt rastet do me thonë është të dasht veç me dhonë ta më një produkt për shëndetin e pacientit, po veç të dasht me kry punën, me qarkullu, me shi diçka varsisht. Më ka ndodhur që më kthye një paciente, ka pas shkruar me kalcium, magnezium, zink, glukozamin, kondroitin për shkak se merr statina. Edhe normalisht efekti ansor reshtrat me ja dëmtu. Edhe unë kisha një produkt i ri, thash pedi që ka se ko marr hala shkon tjetrën, ti mos pret nesër nëse se gjen unë kom këto. Edhe po kthehet ajo, po ma tregon tha, po nuk po mduket as. Që ajo në foto kur për shok ka marr zink me vitamin D dhe E. Edhe ta shoh s'ka lidhje që kam me ata që ki marrë ti, shko ktheje se të kalon pa ilaç, është krejt në rregull nëse ndron fabrikën, po jo substancën, ose të kish dhënë diçka tjetër për të njëjtin efekt, po krejt edhe kështu pa pikë parë, ta shko ktheje se s'ka lidhje me ata që po duhet ty. Edhe në qësi raste kanë janë na qesin po gjithë keqe se kur bosh s'ka qef me buk se sana me kolegë, po mu për vetes as më vjen marrë as në televizor me dalë me thonë nëse diçka për një maj ka bo dëm pacientit se nuk është esenca veç me shit. Fiks, që kjo është ajo që po them që për shkak se ka qaq shumë produkte, mundet që një person që është të shit në farmaci, mundet mos me njoft çata ama. Nuk hen me googlirat me këshyr çka është, edhe thot, ka garantës që se e këshyr diagnozën, ka që edhe veç e jep një produkt tjetër. Edhe mandej, doktori ka me do liket, se më ka shkru borna që s'po kanë efekt, s'po krym pun, pacienti është i paknaqur, edhe hina pra me një cikël mbyllur që fatkeqësisht nuk është që nuk jena na si vene në këtë cikël, jo që ashtë mirë. A e preferani PRP në gjëjve? Po. A nuk është hala kjo fazë eksperimentale? Përderisa ka edhe systematic reviews edhe meta-analizat cilat janë publiku, nuk është fazë eksperimentale, pra kena punime që kanë përfshi 500-600.000 ose meta-analiza ose systematic review-ja që kanë përfshi studime prej tëna veneve, edhe rezultatet janë bajagit mira, janë shumë të kënaqshme, edhe ato që i kena na me pacientat tonë rezultate shumë të mira. Deri tash PRP-ja është të funksionu mirë, sidomos tek rastet me për shembull tek pacientat e moshave të mesme që kanë probleme le të themi me gjë, një artrozë shkallës parë ose dytë, një kondromalacion, kondropati, pastaj tendinitet e ndryshme se nëse është një rupturë parciale në mes të substancës të tendinës, e japim PRP-n drejt në tendinë ose për shembull të rastit të tetivës akilit, e japim në tetivë të akilit. Rezultatet janë shumë të mira. Ajo që ka po ndryshon për shkak se po ka publikime ndryshme është protokolli i dhënies tën. Ka protokoll që thot me dhon 3 doza çdo javë kanë, jo, ka protokoll që thot me dhon 2 me 2 javë diferencë, do të thotë varësisht prej studiuesve të ndryshëm. Unë mendoj që definitivisht 2 ose 3 doza do të ishte më e mirë të ndame në 1 javë ose 2 javë distancë. Ajo që ka se preferoj është për shembull se vjen një pacient e bojna PRP-n edhe thot mas 1 javë, 2 javë thot jam njëjtë ose kam krejt pak përmirësim, nuk shkoj me dozën e dytë. Do të thonë vret efekti brenda javës.
mundet me u vrejt, normalisht që PRP-ja jepet për një kohë më të gjatë, mirë po nëse, për shembull, nëse ai po thojna 1 javë, 2 javë, 3 javë, varësisht se pacientat e na nuk çka është arsyeja pse kena shumë vështirë me bëu lëmtime se nuk vinë në kohën po me rregull kur na e kërkojna me pa prap pacientin. Mirë po nëse pacienti thotë që mas 1 javë, 2, 3, varësisht thotë jam mirë, jam 50% më mirë, 70% më mirë, po s'm ka kalu krejt, atëherë është momenti më i mirë me dhënë edhe dozën e dytë, edhe një boost tjetër e cila zakonisht po bën që me rregullu problemin. Të pacientat që po kanë për shembull dhimbje të gjënjeve për shkak të kondropative, edhe te ata domethënë po ka një efekt jashtëzakonisht të mirë. Krahasim për shembull a me dhon PRP, a me dhonë blokad, normalisht që PRP-ja ka me pas përfitim, gjithashtu rezultatet në bazë të matjeve të ndryshme që janë përmes pyetësorëve, po tregojnë që edhe në krahasim me acidin hialurinik, PRP-ja ka rezultate shumë më të mira. Tash unë si person që ka fobi prej injektimeve, a është një gjilpon shumë e madhe që injektohet në gjë, a është dhimbshme si procedurë? Jo, nuk është gjilpon normale, nuk është as pak problem, është një shpërm i lehtë në veç momentin kur shpohet lëkura, që është dhimbja më e madhe, me thonë kur të pickon mickonia, ma pak se kur të pickon bleta është, edhe në momentin që e japim shkojna në gjumë, nuk ka dhimbje, zakonisht gjatë PRP-s pacienti për shkak se është masa më e kondenzume, atëherë ai e nin, domethënë e nin temperaturën, po e ndjen nga brenda që është mush, është tu ndodh diçka. Mirë po në kuptimin jo që ka dhimbje. Dhimbja është veç shpimi, gjilponat janë normali, domethënë janë gjilpona të shkurtëra, si krejt gjilponat që i kena po na. Doktor, unë pas na mujt me zgjat një 5 orë, sot se shumë pyetje pas, po pe ndërprim këtu për kësaj here, dhe a keni diçka përfundaj mesazh që kishit dashur më dhon gjithë atyre që po na shohin? Po, faleminderit shumë edhe një herë, ishte një bashkëbisedim shumë i mirë. Krejt çka kom qefun me përcjell tek krejt qytetarët është që filloni me ndryshu stilin e jetës. Shteneni aktivitetin fizik pjesë të rutinës së përditshme. Qoftë ajo me dalë me ecë, qoftë ajo me marrë një bicikletë statike në shtëpi, qoftë me shku në not ose në fitness. Mos e leni të hanën, mos e leni me të parin, filloni me ndryshu për shkak se problemet kanë me qenë ose janë të pashmangshme. Po megjithatë kur kena aktivitet me fillt, kena mi shty problemet. Qysh plaket lëkura, krejt e pranojnë që plaket lëkura, rrudhët edhe çaq. A kur thojna për shembull plak nyja, nuk na pëlqen çaq shumë. E duhet me pranu qatë fakt edhe në momentin që kena dhimbje, duhet me u paraqit te mjeku, ashtu që me mujt me prevenu. Prevenimi është shumë më i mirë se sa trajtimi i smundjeve. Doktor, faleminderit shumë që gjetët kohën me qenë sot me neve, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme dhe shpresoj shumë që do të shihemi prapë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Bluecast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaj. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics dhe Natura Therapy.